الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Ta'ala falenderoj prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavata dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sot me lejnë Allahut do të vazhdojmë me një ligjërat tjetër në kuadër të serisë Këta janë shembulli im, është që tema sotme është adhurimi tek të parët tonë, tek selefi. Se çka është adhurimi, se kanë trajtu këta njerëz adhurimin në jetën e vet, dhe mësimet që do të më marrë në kohën e sotme për jetës tyre në këtë aspekt, inshallah do të flasim në këtë ligjërat. Dietarët kanë dhënë disa definicione rreth adhurimit. Disa kanë thonë se adhurimi është qëllimi i krijimit. Kjo duke u bazuar në fjalën e Allahut: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", si kom kriju njerëzit e xhenet për gjë tjetër, vetëm me adhuru. "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa", dhe nuk janë urdhëruar për tjetër vetëm me adhuru Allahun me një adhurim të sinqert. Pra këto dy ajete tregojnë se qëllimi i ardhjes së njerëzve dhe gjenëve në këtë botë dhe urdhni më madhor që e kanë marrë për barë si amanet është adhurimi i Allahut Azza wa Jalla. Disa tjerë kanë thonë se adhurimi është ta'atun taw'iyya mamzuja bi muhabbatin qalbiyya ناتجة عن معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. është adhurim që njeri e bën me nënshtrim maksimal. E këtë nënshtrim e ka të përzin me dashnin të zemrës. E bën se e dën Allahun me shpirt, me zemrë. E kjo dashni është rezultat i dijes të pakontestueshme, Kur'anit dhe Sunetit. Pra këtë adhurim e bën mbi bazën e Kur'anit dhe Sunetit. E qëllimi i këtij adhurimi është lumturia e përhershme, futja në xhenetet e Allahut. Kështu këta dietar e definojnë adhurimin. Pra ka 4 komponente: nënshtrim i pakontestueshëm ndaj Allahut, i përzin me dashnin të zemrës, i bën me shef, jo me zor, i bën sipas Kur'anit dhe Sunetit, jo sipas tekave, dhe përfundimi i këtij adhurimi është futja në xhenetet e begata, të lumtura që njeri do të jenë to, besimtari do të jenë to me lejen e Allahut për gjithmonë. Ndërsa Taqiyuddin Abu al-Abbas ibn Taymi rahimahullah adhurimin e definon me një definicion tjetër, duke thonë: adhurimi është ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal a'mali dhahiratan wa batina, një emër i përgjithshëm në krejt ato çështje që Allahu i don dhe është i kënaqur me to, prej fjalëve dhe veprave, quhet adhurim. Kështu thot Ibn Taymiya rahimahullah për adhurimin. Ndaj këto definicione nuk janë që e kundërshtojnë njëra tjetrën, por vetëm e afrojnë kuptimin edhe e bojnë më të qartë kuptimin, e shpjegojnë njëra tjetrën në aspektin e këtij definicioni të adhurimit. Ndaj ky është adhurimi, që me bo gjithë ato që Allah e dën dhe është i kënaqur prej saj, prej fjalëve dhe veprave, duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet, dhe tjetë kjo me dashnin në zemrës, dhe kjo adhurim tjetë pa imponim, po me shef,
siç thot Allahu Azza wa Jall për Ibrahimin a.s. idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kur Allahu ju tha dorëzo në nështro o Ibrahim, ai tha ju kum dorëzu, ju kum nështru Allahut Zotit të botave. Pra ka bu këtë nështrim, këtë dorëzim, këtë adhurim me shef, duke njoft Allahun Azza wa Jall. Kjo pra ke hyrja se çka është adhurimi. Ndërsa në vijim do të mundohem të marr disa aspekte të adhurimit dhe disa shembuj nga sahabët dhe selefi kërshi adhurimit. Kuptohet se adhurimi më i mirë pas tauhidit, pas fjalës la ilaha illallah dhe të jetuarit me këtë fjalë është namazi. Allah Azza wa Jall për namaz në Kur'an flet shumë. 77 herë, në 72 ajete, në forma të ndryshme Allahun nxit me fal namazin. Disa vene duke të regu se pse është obligim namazi, wa aqimi salate li dhikri dhe fale namazin për më kujtu mu, për më ardhë në takim me mu. Në disa vene tjera duke të regu rezultatet e namazit, inna salate tenha anil fahshai wal munkar, namazin ndalen njerën prej veprave të këqija dhe të refuzune, nuk bjen gjunahe e urren gjunahin, namazi e mbron e run, e në disa raste tjera duke të regu obligueshmërinë e namazit, wa aqimu salata wa atu zaka warka'u ma raki'in, fani namazin, jepni zakatin edhe bëni ruku me ata që bëjnë ruku. Dhe kjo ajet të djetarët e mëdhëbit Hanbali është ajet që e obligon namazin me xhamat në xhami. Se Allah po thot fani namazin, jepi zakatin dhe bën ruku me ata që bëjnë ruku, jo vetë, po me ata që falen pra në xhamat. Në disa ajete tjera duke kërcënu dhe duke tregu pasojat e rënda që i vjen lania namazit, duke thonë duke thonë në surën Muzammil, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin, çka ju ka pru juve në saqar? Thonë na nuk e falnim namazin. Saqar, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, komentuesi më i spikator i Kuranit që në kam rrej komenti tina, thot se është një login në xhehenem që në të nuk hen vese qafiri pa besimtare. Në këtë login nuk hin besimtare. E që i bjen se ai që e le namazin me qëllim nuk falet kur futën këtë login Allah në arvit. Po ashtu Allah Azza wa Jall në vend tjetër thot wa aqimu salata wa la takunu min al mushrikin. Fani namazin dhe mos u bëni prej mushrikave, prej idhujtarëve. Pra, lania namazit është idhujtari, kështu ka thënë Allah. E çfarë idhujtarie? Kur njëri e lë namazin, e lën adhurimin ndaj Allahut, ai nuk met pa adhuru. Fillon një formë tjetër e adhurimit, po jo më ndaj krijuesit. E çfarë adhurimi bën? E adhuron veten. Se adhurimi thanëm është në nështrim. Apo? Dhe kur nuk ju nënshtrohet Allahut, ku ne nënshtrohet? Vetes dhe djallit shejtanit. Allahu Azza wa Jall për këta njerëz thon në Kur'an: "Wa man ittakhadha ilahahu hawa fadalla an sabili." Ai që e merr për Zot, për të adhuruar veten e vet, devion nga rruga jam. Pra, vllaznit e mi, pas ka njerëz që për adhuroj kanë veten. E kur e adhurojnë veten? Kur se adhurojnë Allahun. Në moment që Allah nuk adhurohet, automatikisht adhurohet vetja. Se ju nënshtrohesh nefsit para Zotit, dhe nështrimi ndaj nefsit dhe lani adhurimit Allahut ka koste që u quhet idhujtari,
ishraq, dalje prej fesë, Allah na ruaj. Se so ka qenë i rëndësishëm namazit, tek sahabët e kuptuam pak a shumë prej trajtimit që ja bën Allah Azza wa Jalla në Kur'an. Një rregull dietor na thon se dash me ditë se cilat tema do të me qenë të rëndësishme në jetën tonë, shfleto Kur'anin dhe shiko se cilat tema mas shumë të i trajton Allahun në librin e vetë, sa ato janë mas më rëndësie për ty. Tema që mas shumë të i trajtohet është besimin Allahun, edhe besimin në ditën e fundit. Këto janë 2000 ajete që Allah flet gjëra gjatë për këto dy tema. Ne treta e Kur'anit, krejt periudha e Mekës është e këtij aspekti, pra e trajtimit këtyre dy temave të rëndësishme. Ndërsa nëse hasëm të adhurimet, e gjena që mas shumëti që është fol, është namaz. S'ka adhurim që është fol në Kur'an mas shumë se sa për namazin. Dhe s'ka adhurim sunet që u fol ma në detaj për të se sa për namazin. Për namazin e dina kur më fal, e dina që me thonë ruku, që me thonë sejde, e dina që me thonë me dy sejde, kur ngritëm, kur ulëm, detaje. Për agjerim s'kena kështë, do të më njënu, po s'ki në ora 6, do të kështu në ora 6:15, kështu në ora 7, kështu s'kena kësi regla. Ose për zakat, ne në vjetë e ki, po s'ki gjdo dit më morë me zakat. Ose hajj ne në jetë, po s'ki gjdo dit. Nërsa namazin e ki gjdo dit, në 5 kohët ndryshme që kërkohet prej teje mu lidh me Allah. Namaz është sile bejnë abdi wa rabbihi, lidhje mes robit dhe Zotit tina. Kështu e ka emnin në gjuhën arabe namaz, thonë lidhje me Allahun. Kështu e ka emnin. Ai që se kryen me vetë dije e shkput këtë lidhje me Allahun e lartësuar, Allah na fal. Ndaj padyshim se sahabët, njerëz më të mirë që kanë ecën sipërfaqen e tokës pas pejgamberëve të Allahut Azza wa Jalla, kanë qenë që e kanë dhënë provimin me Zotin, duke qenë këtë botë, ata janë të përgëzu krejt me xhenet. Allahun në 7 ajete tregon për ta dhe thot: Radiallahu anhum wa radu anhu, ata janë kënaqur me Allahun, edhe Allahu është kënaqur me ta. Dhe ai njeri që Allahu kënaqet me të, xhenetin e ka të sigurt, sepse nuk ka mundësi me hinë në xhehenem një njeri që Allahu është i kënaqur me ta. Gjithçysh ka me hinë në xhenet, dhe këta kena duke u argumentu me hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi dhe sunenet, kur pejgamberi sa flet në detaj për takimin me Allahun. Dhe gjëja por që kërkojnë xhenetlit në xhenet prej Zotit, thonë: O Zot, je i kënaqur me neve? Allah thotë: nëse nuk isha qenë i kënaqur me juve, nuk ju kisha futur në xhenetin tim. Pra, kjo hadith na mëson qartë se nuk ka mundësi më fut në xhenet ai që Allahu nuk është i kënaqur me ta. Dhe ai që Allahu është i kënaqur me ta është xhenetli patjetër. Dhe për sahabët Allah të regon për gjithë se është i kënaqur me ta. Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, s'ka nevojë shumë me fol për këtë njeri, gjithë e njohëm prej shokëve më të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thoshte: lidhja e robit me Allahun Azza wa Jalla është me namaz. Ai që falet më shumë është më i lidhur me Allahun. O fjala falet më shumë, jo veç farzët, po falet edhe sunete, falet edhe nafile, edhe namaz natë. Ndaj sa më shumë me shtu adhurime, aq më shumë ja dëshmon vetes se je i lidhur me Allahun Azza wa Jalla. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu thoshte: qëndrimi i njeriu në namaz ngjason me trokitjen në derën e mbretit. Sa më shumë troket në derën e tij, as më afër është hapja asaj dere, përgjigja.
Sa ma shumë qëndrim namaz, aq ma shumë ka garanci për me arrit kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Po ashtu Abdullah ibn Umer radiallahu anhu thot ajo që e kena pa të sahabët radiallahu anhum ka qenë lidhje e tyne e fort me namazin. Nuk ndodhet dikush prej tyne që mi ik namazin xhamat. Ibn Mesudi thoshte, kur smurin ndonjëri prej nesh, e kapshin për krah dhe e bishin e vendoshin saf. Dhe thoshte, i porosiste ta ben duke jo thonë, o bitë mi më së leni namazin xhamat, se kështu e leni sunetin e pejgamberit ju. Dhe kur e leni sunetin e pejgamberit devijani dhe futni në fjalën e Allahut, që i qorton disa njerëz duke thonë, wa ja'u min ba'dihim khalfun adaa'u s-salah wattaba'u shahawat ulaika yalqawna ghayya, dhe pas tyre erdhen njerëz që e shpërfilën namazin, nuk e falën namazin dhe i pasun epshet. Këta do ta shijojnë ghayya, poshtrimin për e Allahun xhehenem. Ghayya është një lloj dënimi që poshtrohet kesh robi në xhehenemin e Zotit për shkak të refuzimit këtij urdhni madhështor. Ndaj krejt shkaku i lanjes së namazit dhe mos stabilitetin të është pasimi i epshave. Allahu na ruaj. Kështu po thot vetë Zoti dhul xhelal. Said ibn Musayyib thoshte, 40 vjet nuk ka ik namaz në xhamat. Dhe 30 vjet nuk ka ik ezanin, nuk ka nxon ezani vetë në xhami. 30 vjet nuk ka nxon ezani vetë në xhami. Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah prej dietarëve të mëdhenj të selefit thoshte, o bitë mi bëni shumë namaz, se nëse pranohet fitojnë shumë. Nëse pranohet fitojnë shumë dhe jena në grada të larta në xhenet. A ka argument për këtë që sa ma shumë me bë namaz, aq ma shumë rriten grada në xhenet? Po, hadithi atij personit që i thot pejgamberi sallam, kur ja kryen një punë, thot kërkoj diçka prej meje, thot kërkoj prej teje me qenë së bashku me ty në xhenet. Pejgamberi më thot, a diçka tjetër? Thot jo, veç që ta. Pastaj thot, apo dën diçka tjetër prej dunjas? Thot jo, nuk dua asgjë veç që ta. Thot atëherë ikthir min as-sujud. Shtosh sejdë, sa ma shumë sejdë. Dhe djetarët për tyne, Ibn Taymi rahimahullah thot, kusht prej kushtëve të firdausit është iktharu sujud, me shtu sejdë. Pastaj përmen një 2-3 raste prej djetarët më të tabiinëve dhe të selefit se ju në falë gjatë dhe shumë. Për Zejnul Abidin, që është qujtë stolisuri i adhuruzve, me i mirë i adhuruzve, thuhet se ka falë 1000 rekate gjatë ditës dhe natës. Dhe betohen ata që e njehshin se kna pave së në ruku, ose në sejdë, ose në kam. S'kena pas mundësi me po, vesën këtu 3 pozita. Njëjtën gjë thuhet edhe për Imam Ahmedin, rahimahullah, si që përmen djali i vllaut të tij, Hanbel ibn Ishaku në jetë shkrimi që e bën për Imam Ahmedin, librin e njohur thot, falte 300 rekate çdo ditë dhe natë. Ndërsa kur u burgos dhe u lëndu, i falte veç 150 rekate për shkak të dhimbjeve të mëdha që kesh. Po ashtu Ebu Muslim al-Khawalani
është muhadram, që ka arrit muhadram quhet, ai njeri që ka arrit kohën e pejgamberit a.s. po s'ka arrit me taku pejgamberin a.s. Ky njeri vjen dhe ja fal xhenazën pejgamberit a.s. Vjen një ditë mas së vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e arrin gjallë. Ky quhet muhadram, që ka jetu, është prej tabiinëve të mëdhenj, po se ka mri mu bo sahabi, me pa pejgamberin a.s. Ky thot 70 vjet që më ka ik të këbiri fitnëstar në xhami. Dhe kë e bo muslimin e Khavalan e ka një rast interesant, kur populli vet e gjon në zjarë dhe del prej zjarët, nuk e djeg zjarë. Përmanin shumë dietarë në të shkrime, prej tyne Abu Nuaimin Hilyatul Awliya dhe Ibn Siyar Alamun Nubala, se ky person populli vet e dënon siç e ka dënuar Ibrahimin, dhe Zoti e bën zjarën e ftohtë dhe pasor për të që ka bërë edhe për Ibrahimin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ibn Taymija flet gjatë për çështjen e tij në disa libra të akides. Pro ke ishte paka shumë në gjendje e ty në karshi namazët, karshi përgjigjes në xhamat, karshi shumimit namaz, dhe tash do të flas pak a shumë për koncentrimin namaz. Edhe te koncentrimi kena fol, por po i shtojmë disa gjëra që duhet me ditë. Njeriu që më shumë të pas pejgamberëve të Allahut ka qenë i koncentruar në namaz, me ijma të sahabëve, është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Thotë atë shumë çante, atë shumë, sa që s'kuptohej, as çka lexonte. Surja Fatiha nuk kuptohej prej tina. Njëtën që ka qenë Omeri radhiyallahu anhu, sa që u plagu, vetëm kur i ka rak legë, s'ka vazhdu namaz, se i plagosën ka vazhdu me lexu. Dhe zbashku me të i rëvrat 13 sahab dhe tabin në xhami. Të na në mizë vogën me hi, krej dhe na pengan, se si jem të koncentru. Ndërsa tina i ka hi thika, se ka nërgu për namazit. Po ashtu shumë dhe i hadithit të imam Tirmidhiut që përmenë sunan se një njeri plaguesat në këmbë duke këndu Kur'an. Dhe shoku i tij thot, ko ke plagu në roje, thot, po isha duke këndu një sure që e doja shumë, dhe s'ma jam munda prej saj. Edhe pse tha i rreth të gjaku prej kamës, a i vazhdonte me këndu namaz. Po ashtu Ibn Zubair radhiyallahu anhu thuhet për të se kanë gjasu me trungun që s'leviz, kur u hyn namaz, se ka bë asnjë lëvizje. Kur ka rënë sejdë, edhe pllumat kanë rënë mbi shpinën e tij, se s'ka livrit gjatë. 5 minuta, 10 minuta, 15 pa asnjë lëvizje. Dhe kanë qëndruar mbi shpinën e tij. Shambuj prej sahabëve, prej tabiinëve, në kësaj natyre janë të shumta për koncentrimin e madh që e kanë pas për gjatë namazit. Të tillë kanë qenë edhe në namaz natë. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu prej sahabive, përmend Imam Ibn Abi Dunya në Qiyamul Layl, namazin e natës, dhe Imam al-Ajurri në vlerën e namazit natës, se Tamim ad-Darit një heri ka ik namazi i natës dhe 1 vjet e ka dënu vetën s'ka flejt natën, ka flejt ditën po jo natën, dhe o falë krejt natën, pse veç një heri ka ik namazi natës. Sufjan e Thauri thoshte, po të mos ishte namazi natës, nuk kisha pas qef një dit me jetu në dunja. Thonën për Ibn Umerin, se kur e falte Yatsin qeshte, dhe i thoshin të praneshmet pse po qesh, thoshte erdhi koha për vetmi me Allahun. Erdhi koha për takimin me Allahun. Dhe shpejtonte drejt shtëpisë tina, e që
të regojnë për të se nuk kanë ndodhë vese o falë dhe kohën e syfyrit, pas ta I ka shumë, se I thot nafja, na shekën syfyr, haj shumë syfyr, kërkon të falje, të ka Allah I stikfar, e falë të saban, I kryen të punt, dhe në kohën e duhas, dikun ka ora non, dhe në namaz drejkës, flente, kje ishte koha e gjumit e ti. Ka që ishën të lidhë me namaz, ka që ishën të lidhë me Rabbul Aleminin. Njëtin gjë transmetohet se Abdullah ibn Amr ibn Asi I ka vepru. Së që u anku baba I ti Amr ibn Asi të pejgamber a.s. Ndodhia ti është pak me e gjatë, po më ndona shkurt me e përmen, martohet Abdullah ibn Amr ibn As dhe gruaja ti pas 3 ditësh del të dera. Dhe ka qenë në kohën e tyne nëse gruaja largohet prej shtëpisë dhe del të dera, jep një sinjal që nuk është I kënaqshme fare me burrin. Ka qenë si sinjal që ja u ka dhënë njerëzve për rreth. Dhe kur e ka pa baba I ti Amr ibn Asi se gruaja ti ka dalë jashtë, e ka pyet, ka thonë, oj bia jam, pse je dalë jashtë? Thot se djali jot nuk din gjë tjetër veç se namaz natë. Jemi martu që 3 net dhe nuk afrohet veç futën dhomë dhe falit natën. Pastaj e ka përdorë dhe shën të pejgamber a.s. Dhe ja të regan gjarin pejgamber a.s. Thot flaj një pjesë natës dhe një pjesë falu agjera, sepse e kishte zakan fale tër natën dhe agjeran të çdo ditë. Agjera thashtë 3 ditë e bardha. A I thashtë onë dhe lexo Kur'anin në herë mujt, ndërsa Abdullah ibn Amr ibn Asi e lexon të Kur'anin mbrana ditës dhe natës, agjeron të çdo ditë dhe fale çdo natë. Kështu ishte adhurimi tina, adhurus I madh. Pejgamberi al-Islam e porositi tha, mos vepro kështu, se inë lil gjesedi alejke hak, për trup ki hak, për familje ki hak, jepja se cilit hakun që Allah kërkon. Pastaj ku thashtë në mëndëm më shumë, thashtë atëra agjerat hanë e tajten, falja një pjesë natës, dhe lexo Kur'anin për 7 ditë, aja thashtë unë mëj më shumë. Tha atëherë falja gjysmën e natës, agjera një ditë pa dhe një ditë ja, dhe lexo Kur'anin 3 ditë, thonë të unë mëj më shumë, tha nuk banë më shumë, kaq. Dhe kështu vazhdoj Abdullah ibn Amr ibn Asi deri në ditën e vdekjes. E lexon të Kur'anin çdo 3 ditë, fali gjysmën e natës dhe agjeron të agjerimin e Davudit a.s. Një ditë po, një ditë ja. Hasan al-Basri thoshte kam taku njerëz, e kishte fjalën për sahabët, se nëse ju I shihni ata, ju thoshte tabenve 3 që si kishin pa sahabë, ose tabenve, do të mendonit se janë të shmendur për shkak dhikrit madh që e banin. Thot, një shok jemi dëshiron të ta dinte një çështje, një mesele. Dhe në kohën që ai kërkon të përgjigje, ishin gjallë 140 sahabë, 114. Thot, shkoj I pyeti gjithë, krejt I thanë, për të tjetërën sonë nuk di. Ruheshin shumë përgjigje. Hasan al-Basri thot një herë vendosëm me disa shok, ta mërni me vete në umra Abdullah ibn Umerin, të shkonim në umra me të. Me shpresë se do të na tregon të hadithe, do të përfitanim prej tine. Thot shkum në umra, najtëm një javë dhe u kthym. E me shkurja ka bu një javë, qëndrimi një javë, atje kthimi një javë, 3 javë. Dhe nuk na tregoi vetë një hadith, e nuk fliste vetë po ose jo. Këta kanë qenë sahabët, kanë qenë të heshtën si pejgamberi, si mësuesi I tyre, që ka folë shumë pak. Krejt fjalët më jam ledh, s'bojnë më shumë se 12.000 fjalë.
12 fjalë na i folën për 3 ditë, ai ka folë për 23 vjet. E sa i bjen ditja? Shumë pak. Pse kanë qenë njerëz të punës i jo të fjalës? Ndërsa sot jena në kohë që i folim shumë e zbojnë gjë. Djetarë thonë jenë 3 kohë, kanë qenë një kohë kur s'kan folë e kanë punu, koha së leti. Pastaj ka orë një kohë kanë folë, ka pak, kanë kallëzu që apo bojnë, po edhe kanë punu. Ndërsa sot dhe një kohë që zbojnë hesh e thojnë po bojnë. Shtiren si adhurus, ndërsa si adhurus. Allahu na përmirësoft. Njëjtën gjë kanë qenë edhe në rrafshin e adhurimeve tjera, se agjerimit. Omeri 2 vjet radiallahu anhu, 2 vjet e fundit jetës, çdo ditë ka agjeru përveç Bajrama, ndërsa Aisha pasi vdiq pejgamberi alayhis salam, krejt kohën ka agjeru përveç Bajrama. 45 vjet ka qenë agjerush. Çdo ditë. E kanë pas për i me gjenetën. Të taj gjeneti ka pas shmim. Kanë qitë shmim të lartë dhe kanë bo vepra të larta për me mbrit. Ka pas vlerë shumë Allahu. Ndërsa sot fatkeqësisht Allahu të shumicë e neve s'ka vlerë as sa një fëmijë i vogël 2 vjet. Që këshyr njerën vetëm s'këshyr para Allah, kura vetë me Allah në shkëshyr para një fëmijës 2 vjet. Allahu na falë e na përmirësot. Ndaj është elementare çdo ditë me vetë vetën çka është Allahu për ty. Kush është Allahu për ty? Sa ka vlerë Allahu për ty? A ki Allahun me alternativë? A ki Allahun të pa kontestueshëm? Sa njëre kanë me alternativë? Dë boftë Allahu me teket e veta mirë, mos dë boftë e lojnë Allahun gajnë e se kanë. I shpon luftë Zotit kredit, hën, pse ka Zotin ma pa vlerë se so blerjen e një kerët, apo ndërtimin e një shpis, apo qefin e një detit. Ndaj të parë tonë Allahu ka qenë gjithë shka, dhe kanë qenë gjendje me bu për të gjithë shka. Ndërsa sot, fatkeqësisht, Zotin e kena shumë me alternativë. Nëse bën me teket tona mirë, nëse s'bën gajle se kena që hidrojnë Allahun dhe vazhdojnë me kryet nësi në veprat kësia. Njëjtën gjë kanë qenë në aspektin e sadakës. Zejnul Abidini, ai që thash ka fon 1 reçate, çdo natë të dvarfnit e Medinës ju ka shumë ndihmë dhe ju kalon të dyrt. Dhe kur janë shumë e fal namazën e natës ose sabahun, e kanë hap derën, kanë gjetë sane para derës. Dhe nuk e ka ditë kërkush deri sa ka ndru jetë, që është ai që pi furnizon. Kërkush nuk e ka ditë. As prej sahabëve, as prej shokëve ti, as prej familjarëve, dhe as prej njerëzve që kanë qenë me ta. Vetëm masi që ka vdek, rahimehullah, e kanë vrejt varfnit që nuk po shkon kërkush më mjë që ushqim. S'po shkon kërkush më mjë thonë të mira që ju epte. Atëherë kuptun se kjo ishte Zejnul Abidin, nipi Aliut radiallahu anhu arda. Në sadak kanë qenë që kanë dhonë më të mirën që kanë mujtë. Ebu Bekri radiallahu anhu 3 herë krejt pasunin e vetë. Othmani radiallahu anhu vetëm një betejën e Tebukut i jep 1000 kalarës i përgadit për luftë. Thuhet se me përkthym pare tona janë 365 milion euro të sodit. Othmani që ka dhënë.
ende sën Mekë ka hotele me emrin e Uthmanit radiallahu anhu, që kalon vakfe e musliman që kanë trashëgu, dhe ende i shkon sevapi atina radiallahu anhu wa ardahu. Njëjtën gjë është edhe për Aliun radiallahu anhu. Thuhet u mundohi me agjeru dhe pjesën tjetër të pasunisë me e shpërnda. Cilin sahab të merë e gjonë këtë aspekt, së njerën ma bujartë më në shumë. Dhe shambu i tillë gjindën të libri Al-Karam wal Jud wa Sakha'u Nafs të Imam Muhammed ibn Husain al-Burjunanit, bujaria që është e përkthyne falë Zotin gjuhën tonë. Dhe këta ishin të parë tonë, në çdo aspekt ishin adhurues, në çdo aspekt ishin të parë që mundoheshin me bë. Njëjtën gjë i gjojnë edhe në kryerjen e nevojave për vllaznit, kujdesin për ta, mos përgojimin e tyne, dhonjen më të mirën të mundshme ndaj tyne. So që Allah Azza wa Jall i lavdën në Kur'an këta njerëz për lidhjen që kishin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunet i lavdën të sahabë për lidhjen që kishin. Kur ndodhi hijreti, pejgamberi alaihi salam i urdhëroi të vllazërohen në një vete. Dhe vllazëria e tyre shkoi deri në atë shkollë, so që shumë prej tyre ishin gjendje të ju thonin vllazërve të vetë me khas, i kam 2 shtëpia me rënjanën, i kam 2 gra me rënjanën, i kam 2 deve me rënjanën. Deri në këtë shkollë ndajshin me tjertë, mirësi që Allahu dhul xhelal ja kishte dhuru. Dhe këta duhet me qenë shembull e jonë, shëmbëltyra jonë, këta njerëz që Allahu Azza wa Jall u kënaq me ta, dhe këta ishin të kënaqur me Allahun e lartësuar. Dhe në çdo aspekt tjetër të adhurimit, qoftë dhikr, qoftë namaz natë, qoftë agjerim, qoftë lutje për kushtim. Ibn Abi Dunya në librin e dua, po ashtu Ibn Abi Dhi'bi rahimahullah përmendën se sahabët e lutnin Allahun edhe për tojat e tyre. Tojat ato lidhësat e këpucave, edhe për ato gjonat e thjeshta e lutnin Zotin dhul xhelal. Në çdo aspekt mundoheshin t'ja shfaqnin Allahut varfënin, t'janë më të varfënit për Allahun dhe më të pashtënit me Allahun. Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Tariq al-Hijratain, kur fillon me përmend për shkallët e njerëzve në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall, se cilët kanë qenë shkallët e tyre, pas shkallëve të pejgamberëve të Allahut, përmend shkallët e sahabëve radiallahu anhum. Dhe ato thot veç dashnia për këta njerëz na shtyn me fol për ta, jo se e dina realitetin e tyre karshi Allahut. Nuk e dina lidhjen e tyre karshi Allahut, po dashnia për ta na shtyn me fol për ta. Nëse Ibn Qayyim se din lidhjen e këtyre njerëzve me Allahun, që quhet si tabibul qulub, si mjek i zemrave, çka me fol për neve tjerëve? Allahu na fal. Andaj sa më shumë njerëz me lexu për shembujve të këtyre njerëzve, këtyre gjeneratave, aq më shumë e rrit imanin e vet, rrit përgatitjen me Allahun dhul xhelal. Allahu dhul xhelal na fton që mu përgatit për në takim me të, duke thënë: Ja ejuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besu, për hatër të imanit në Allahun, përgatitni për takimin me ta nesër. Dhe të shikon se cili prej juve që ka po përgatit për nesër. Nesra i thoshte për shkak se është afër. Innakum tarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allahu kur flet për ditën e gjykimit, atë jo shihni shumë larg, ndërsa na shohim afër. Apo në surën Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ju ka afru njerëzve hisabi, llogaria e tyre, dhe ata ende janë duke u lut.
ende janë duke lozur, s'pe marrën seriozisht përgatitjen të kemë Allah. Dhe këta shembuj që përmenëm, na shërbejnë për më përgatit në takim me të, se si thot Hasan al-Basri, jeta njerë të disa ditë, ku shkon një ditë, shkon një pjesë e jetës, kështu hargjohet, jena të hargju, dhja i na konë, një ditë ma shumë se sot, e nëse më rina nestra, jena një ditë ma pak se sot, dhe kështu gjdo ditë hap pas hapi, afrohëm për takimin me Allahun, e i lumtur është njeri cili përgatitet për këtë takim, kupton prej këtyne ajeteve dhe haditheve, sa është mbi dhe, dhe e gjon shpërblimin kur del për kësaj bote, si thot Allahu, inna alladhina qalu rabbuna Allahu, thumma istaqamu, ata që thonë Allahu është Zoti jon, pastaj qëndruan si çdohen të, istaqam, qëndruan që është Allahu i urdhnon me qëndru, si thot në ajetin e 112 surës Hud, fastaqim kama umirt anta wa man ma'ak, qëndron fe që është i urdhnu te dhe ata që me ty, e mos ndrysha asnjë hap prej saj. Që kjo quhet istiqame, dhe Ibn Taymi rahimahullah e ka shkruar një libër të thonë për istiqamen, qëndrimin në rrugën e Allahut dhul xhelal. Ndaj të mundohem me qëndru qysh Allah në mëson, qysh në ka hije si besimtar, përgatitëm para se tjetë vanë, e lësë Allah në në falë në mëshiru, e lësë Allah në azza wa jall, që ata që në ka kalu Allah në falë, e më në mundësu me rrugullu ata që në ka mbet. Fudajl ibn Ayadi, rahimahullah, thështë, kush e nërejsh ata që ka mbet, ka shprejsh, sa Allahu ja falë ata që ka kalu, Allah në falë të në mëshirat, subhanaka, Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.